Almanaku on this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 771, Karl i Madh bëhet mbreti vetëm i frankëve pas vdekjes së vëllait të tij, Karloman. 1349, 500 hebrejnë të Nurembergut u masakruan gjatë razirave të vdekjes së Zez. 1456, një tërmet godet Napolin, rreth 35.000 persona humbën jetën. 1787, ndron jetë kompozitori i famshëm austriak Wolfgang Amadeus Mozart. 1933, dalimi i alkoolit përfundon në SBA, kur u ratifikua amendamenti i 21 i Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1941, Bashkimi Sovjetik fillon kundër sulmi ndaj forcave gjermane që kishin rrethuar Moskën. 1945, një grup avionësh ushtarak, Avengers, zhduke në trekëndëshin e Bermudës, një nga misteret më të famshme të aviacionit në histori, si pasojë të 14 pilotët u konsideruan të humbur. 1952, smogu vdekje prurësi shkaktuar nga një kombinim i ndotjes industriale dhe kushteve të motit mbuloi Londrën. Sipas vlerësimeve bashkëkohore, rreth 12.000 njerëz humbën jetën si pasojë e këtij fenomeni. 1977, Egjipti ndërpret marrëdhënie diplomatike me Sirin, Libin, Algjerin, Irakun dhe Yemenin e Jugut. Kjo mas u mor në shenjë hakmarrje për deklaratën e Tripolit kundër Egjiptit. 1983, në Argjentinë, ndodh rënia e regjimit diktatorial të juntës ushtarake, e njohur ndryshe dhe si procesi i riorganizimit kombëtar. Kjo juntë mori pushtetin në vitin 1976 nëpërmjet një grushti shteti. 1991, Leonid Kravchuk zgjidhet presidenti i parë i Ukrainës. Kravchuk është një ish politikan ukrainas dhe presidenti i parë i saj, i cili shërbeu nga 5 dhjetori 1991 deri në dorëheqjen e tij më 19 korrik 1994. 1996, Madeleine Albright bëhet gruaja e parë që merr postin e sekretares amerikane të shtetit. 2013, shuhet në moshën 95 vjeçare në Johannesburg Nelson Mandela. Mandela ishte një revolucionar dhe udhëheqës politike i Afrikës së Jugut, anti-apartheid, i cili shërbeu si president i saj nga viti 1994 deri në 1999. Ai ishte kreu i parë me ngjyrë i vendit.